Mbrëmja në shtëpi kishte rënë dhe banorët po qetësoheshin, por tensionet e fshehta nuk ndalen kurrë në Big Brother. Bia dhe Toni ishin shtrirë në krevat, të mbuluar me jorgan, duke bërë ato lloj afrimesh që vetëm ata të dy i kuptojnë. Duke qeshur e duke provokuar njëri tjetrin, atmosfera u bë e ngrohtë dhe paksa e dyshim për çdo që i shikonte nga larg. Të nesërmen, teksa Bia dhe Alba po përgatisnin kafen e mëngjesit, Bia nuk e mbajti dot më brenda sekretin e saj. Syt i shkëlqenin, fytyra i buzëqeshte dhe duke u përkulur drejt Albes, i tha me zë të ulët, tamam si një thashethem bomb, Alba. Toni në jorgan ishte shumë i afërt. Shumë. Po them vetëm kaq, nuk rrinte i qetë fare. Alba ngriti vetullat, e befasuar dhe e ngacmuar nga kurreshtja. Si? Çfarë bënte? E pyeti ajo, gjysmë e habitur, gjysmë duke qeshur. Bia mbështeti krahun tek banaku dhe vazhdoi, nuk e di çfarë ka Toni, po s'rrinte rehat. Vetëm lëvizte, më provokonte. U bë situatë, si me thënë. Alba qeshi me nervozizëm dhe e preku te krahu, mos më thuaj që ai po të afrohej shumë. Bia vetëm tund kokën me një buzëqeshje të fshehtë, duke mos dhënë detaje, por mjaftueshëm që Alba të kuptonte se mes tyre kishte ndodhur diçka më tepër se thjesht përkëdhelje. Thashë themi shpërndahen shpejt në shtëpi dhe brenda disa minutash. Gjithë banorët e kuptuan se mes Tonit dhe Bias po krijohej një afrim që mund të kthehej në dramën e radhës. Në Big Brother, asgjë nuk mbetet sekret për shumë gjatë. Dhe çdo fjalë e vogël ndes zjarrin e madh.